Kam kënaqësinë që sot të ndaj një lajm të rëndësishëm me ju. Me 21 qershor, Partia Demokratike e Kosovës do të organizoj konventën e përgjithshme të 11 me radhë, e cila ka karakter zgjedhor. Një ngjarje që për ne nuk është vetëm statutare, por konfirmim i fuqisë sonë demokratike. Një moment i rëndësishëm për të konsoliduar vizionin e ri dhe për të nisur fazën tjetër të angazhimit ton për Kosovën. 4 vitet e fundit kanë qenë vitet të punës, reformës dhe ringritjes për PDK-n. Sot, me krenari e përgjithësi, ju njoftoj se i vetmi kandidat për kryetar të PDK-s në këtë konvent është kryetari ynë aktual, Memli Krasniqi. Kjo është një shenjë e qartë e unitetit ton, e mbështetjes son, e besimit ton në vizionin dhe udhëheqjen e tij. Partia Demokratike e Kosovës është parti me përvojë shtetformuese, me histori ndërtuese dhe me kapacitet për të udhëhequr Kosovën drejt kapitullit të ardhshëm të zhvillimit dhe integrimit euroatlantik. Kosova ka nevojë për vizion, për stabilitet, për profesionalizëm dhe për përfaqësim. Për fjalë vetëm për zgjedhjet lokale, qytetarët e Republikës Kosovës kanë votuar me 9 shkurt, dhe kërkesa e tyre ndaj nesh tani, po besoj është që të ndërtohen institucionet sa më parë. Në ndërkohë që përcaktimi i kandidatit për kryeministër apo kandidatës listës zgjedhore nuk është temë diskutimi në këtë konvent. Për të kaluar tek faza e ndërtimit të qeverisë, fillimisht duhet të konstituohet Parlamenti i Republikës së Kosovës. Fatkeqësisht tash e sa muaj, institucionet e Republikës Kosovës po mbahen peng nga kokëfortësia e lëvizjes vetëvendosje. Ju e dini që PDK ka qenë jashtëzakonisht konstruktive, ne kemi ofruar alternativë, kemi ofruar zgjidhje, mirëpo çfarë ka zgjedhur VV është diktati. Në demokraci diktati nuk funksionon. Në demokraci ka nevojë për marrëveshje, ka nevojë për kompromis. PDK është gati. Jo vetëm në këto 4 vitet e fundit, por në vazhdimsi, natyra e raportit mes Kosovës dhe Washingtonit nuk është diktuar nga personi që ka qenë në shtëpi të bardhë, por nga personat që kanë udhëhequr me Kosovën. Fatkeqësisht, Zoti Kurti ka djegur çdo urë bashkëpunimi me Washingtonin zyrtar, jo vetëm me administratën Trump. Dua t'ju kujtoj që para presidentit Trump, ne kemi pas në shtëpi të bardhë një mik të madh të Kosovës, presidentin Biden. Fatkeqësisht, edhe atëherë, ky relacion nuk ka qenë në dritën e saj më të mirë. Kosova ka nevojë për një qeveri të përgjithshme, e cila ditë të krijojë miq, ditë të krijojë ura bashkëpunimi, dhe një qeveri e cila në shtëpi të bardhë, në Bruksel dhe në qendra tjera të vendimarrjes imponohet dhe trajtohet jo si problem, por si partner dhe si zgjidhje.